الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين I lutemi Allahut fuqiplot që të na i pranoj Ramazanin. I lutemi Allahut fuqiplot që të na i pranoj agjërimet tona. I lutemi Allahut fuqiplot që të na i pranoj sadakat tona. I lutemi Allahut fuqiplot që të na i pranoj namazet tona. I lutemi Allahut fuqiplot që të na i pranoj çdo ibadet që kemë bërë në këtë muaj të begat, në këtë muaj të mallërishëm. Padyshim që Ramazani mbaroi, por Allahu fuqiplot është gjithmonë i gjallë dhe do të mbetet i gjallë dhe njeriu duhet ta adhuroj atë pa rreshtur, pavarësisht se mbaroi Ramazani, duhet të vazhdoj me punët e mira, duhet të vazhdoj me ndihmën e njerëzve, duhet të vazhdoj me sjelljen e mirë, duhet të vazhdoj me largimin e veseve dhe përmirësimin së vetvetes, duhet të vazhdoj që të synoj atë që i mëson vetë Krijuesi fuqiplot, atë që i mëson vetë libri hyjnor, Kurani famullar. Synimi i tij është që të bëhet një njeri më i mirë, më i devotshëm, më i sjellshëm për vetveten, për familjen e tij, për shoqërinë dhe për vendin ku jeton. Padyshim, ky besimtar që mundohet në çdo kohë të bëhet më i mirë, të përmirësoj vetveten, shoqëria do të ketë vetëm se hajër, vetëm se të mira. Ramazani ishte një muaj reflektimi, një muaj përmirësimi për të gjithë ata që dëshirojnë diçka të tillë. Padyshim të gjithë njerëzit kanë dëshirë që të jenë të mirë dhe të bëhen më të mirë për vetvetet e tyre dhe jo vetëm. Ramazani është një shembull i mirë për të gjithë njerëzit dhe mbar njerëzimin, jo vetëm për besimtarët musliman, sepse është një shkollë e veçantë që kush dëshiron mund të përfundoj atë me duke qenë një njeri më i mirë dhe më i sjellshëm dhe më i begat. Padyshim, neve na gëzon zemra sepse kjo natë është një natë bajrami dhe nesër falet
mendimin e Allahut fuqiplot edhe namazi i Fitr Bajramit. Por Bajrami i vërtet do të jetë atëherë kur do të mbizotëroj paqja në mbar botën, ku nuk do të ketë luftëra të ndryshme, nuk do të ketë ngasmime të ndryshme, nuk do të ketë hyrje në hak të atij tjetrit, dhe në mbar botën pra do të jepet e mira kuj i takon, do të jepet e drejta kuj i takon, dhe kështu e gjithë bota do të jetojë në paqe pavarësisht ndryshimit të gjuhës, të kulturës, të besimit apo diçka tjetër. Edhe një herë së fundmi falenderoj organizatorët e këtij iftari dhe e shfrytëzoj si rast të njoftoj edhe një herë që nesër Fitr Bajrami falet në xhaminë e Lezhës në orën 7:30. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju bekatoft, qofshi nën kujdesin e tij. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Është kënaqësi të jemi së bashku në këtë natë madhe, ndaj isha vërtet e lumtur ta shtroja këtë iftar për besimtarët musliman të Lezhës, ndaj Gjerasin t'ju uroj përzemërsisht gëzuar këtë natë madhe, shëndet, mbarësi e mirësi për ju, familjet tuaja. Padyshim që Bajrami është një festë e madhe që vjen pas 30 ditëve sakrifice, 30 ditëve agjërimi, mundi të besimtarve që besojnë fort tek Ramazani. Ndaj edhe një herë urimet më të mira për secilin prej jush, për familjet tuaj, për fëmijët tuaj, e bindur dhe besim plot që me besimin Zot dhe mbështetjen tek njëri tjetri, ditë më të mira do të vinë për gjithë ne, për familjet tuaja, për shqiptarët kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë trojeve tona. Edhe një herë gëzuar, veç të mira paqin familjet tuaja. Shëndet e mbarësi.